Kapitulli i 3. Angjëlli të kishës në Sardë shkruaj: Kështu thot ai që ka 7 shpirtrat e Perëndis dhe 7 yjet. I njoh veprat e tua. Thuhet se jeton, por je i vdekur. Rizgjuar dhe jepu forcë të tjerëve, atyre që janë në prag të vdekjes, se veprat e tua para Perëndis nuk i gjeta të përsosura. Kujto çfarë ke marrë dhe ke dëgjuar, zbatoi dhe pendohu. Po të mos gjohesh do të vi si vjedhës, dhe nuk do ta dish orën kur kam për të ardhur kundër teje. Por ka disa nga ju në Sardë që nuk i keni përlyer rrobat. Ju do të jetoni me mua veshur me të bardha, sepse jeni të denj. Ai që fiton do të vishet me rroba të bardha. Emrin e tij nuk do ta fshi nga libri i jetës, por do ta rrëfej para Atit tim dhe para engjëjve të tij. Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë. Angjëlli të kishës në Filadelfi shkruaj: Kështu thot i shenjti, i vërteti, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap e askush nuk mund të mbyll, ai që mbyll e askush nuk mund të hap. I njoh veprat e tua. E di që nuk ke shumë fuqi. Megjithatë e ke zbatuar fjalën time dhe nuk e ke mohuar emrin tim. Ja te kam vënë para teje një derë të hapur, që askush nuk mund ta mbyll. Ja se çdo t'u bëj atyre nga sinagoga e Satanit që thonë se janë judenj, por nuk janë dhe gënjejnë. Do t'i bëj të vinë e të bie në gjunjë para këmbëve të tua, që ta marrin vesh se unë të kam dashur. Ti e ke zbatuar fjalën time dhe ke bërë durim. Prandaj dhe unë do të ruaj nga sprova e ardhshme që do të vijë mbi gjithë botën, për të sprovuar banorët e tokës. Po vi shpejt, mbaj i fort ato që ke, që askush mos të ta rrëmbej kurorën. Atë që fiton do ta bëj kolon në tempullin e Perëndis tim, dhe ai nuk do të dalë kurrë jashtë tij. Në të do të shkruaj emrin e Perëndis tim dhe emrin e qytetit të Perëndis tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret prej qiellit nga Perëndia im. Do të shkruaj edhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë. Angjëlli të kishës në Laodice shkruaj: Kështu thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, burimi i çdo gjëje të krijuar nga Perëndia. I njoh veprat e tua. Nuk je as i ftohtë as i nxehtë. Sa mirë do të ishte të ishe i ftohtë ose i nxehtë. Por meqense je kështu i vakët, as i nxehtë as i ftohtë, do të vjell nga goja. Ti thua jam i pasur dhe kam vënë pasuri të madhe, nuk kam nevojë për asgjë. Por ti nuk e di që je i mjerë dhe i gjorë, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë artë të pastruar në zjarr, që të pasurohesh, si edhe rroba të bardha që të mbulohesh, dhe të mos duket turpi i lakurisë sate. Lyje edhe syt me kolir që të shohësh. Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që dua. I pra i zellshëm dhe pendohu. Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush ma dëgjon zërin dhe ma hap derën, unë do të hyj dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Atë që fiton do ta vë të ulet me mua në fronin tim, ashtu si që fitova unë dhe ula me Atin tim në fronin e tij. Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.